2 minuta, zoti Bardhi. Për procedura morët. Fjalën pro, 2 minuta. Atëherë hedhim në votim të hapur me kartona propozimi për një ndryshim të rendit ditës. Kush është pro? Se mori pra kundër. Pro. Kundër. Abstenim. 83 vota pro. Miratohet kërkesa. Vazhdojmë me rendin e ditës. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 97 datë 4/3/2026 për shkarkim zëvendës kryeministri dhe ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 98 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Po jam në rendin e ditës. Kur të vi fjala aty? Kur të fillojmë? Të mbaroj një me rendin e ditës. Pika 3. Të mbaroj rendin e ditës, zoti Bardhi, ju lutem, të mbaroj leximin e rendit ditës dhe merreni fjalën. Pika 3. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 99 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 100 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 5. Projekt vendim për miratimin e dekretit Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 101 datë 4/3/2026 për shkarkim ministri. Pika 6. Projekt vendim për miratimin e dekretit